shifra mbi 80-90% duan të dinë më shumë, duan që këto të futen nëpër shkolla, fajsojnë pushtetin lokal që nuk ka bërë më shumë. Pyetjet kanë qenë të shumëllojshme edhe për a keni marrë pjesë në për aktivitete kulturore në shkolla, keni mësuar për të gjithë këtë trashëgimi materiale nga mësuesit dhe vihet e re që në të gjitha pra ka një mangësi qoftë nga shkolla, qoftë nga pushteti lokal për të rritur këto vlera. Të rinjt duan, dëshira është e madhe për të mësuar më shumë, nuk është se din shumë, për shembull, në të gjitha pyetjet kur I kemi pyetur që cilën pasuri mendon që është më e njohura, të tërë thonë kthimi tropojës dhe xhubleta. Pse? Kanë qenë dy të fundit. Po, dy të fundit që janë lakuar më shumë janë lakuar, janë shpërndar më shumë në social media, tani jemi dhe në erën e social media, nuk është aq e njohur isopolifonia, që ka qenë e para që është listuar dhe është turp, mund ta them që kaq kohë isopolifonia dhe nuk kemi një shkollë të isopolifonisë, ose të bëhet lëndë më vetet e muzika, kemi lëndë muzike në përshkolla, të mësohet isopolifonia që është UNESCO.